është një takim me rastin e konsultimit publik për buxhetin 2026. Ashtu siç kemi deklaruar edhe në takimet e tjera, ky është takimi më i rëndësishëm vjetor që Bashkia e Lezhë, jo vetëm ne, po çdo institucion publik që operon në buxhet e ka takimin më të rëndësishëm për shkak sepse është po themi pasqyra e një funksionimi të një institucioni që bashki dhe një administrimi të taksave të banorëve të Lezhës dhe është një komunikim i drejtë për drejtë për të rrugë se ku ka shku të taskat, si ka qenë e punës bashkisë Lezhë, sa eficiente ka qenë ajo, ku ishim dhe ku jemi, e ku tentojmë të shkojmë, qarë ka ecë mirë, qarë nuk ka ecë, ku do jetë fokusi i Bashkisë Lezhës për vitin 2026 dhe në vazhdim, do të shkëmbejmë bashkë mendime, pyetje, sqarime, për diçka ju intereson të dini dhe duhet të dini në raport me buxhetin. Shpenzimet për investime nga viti në vit janë rritur në mënyrë të ndjeshme. Pra, po shikojmë 2022 dhe të marrim pra të bilan gjithmonë vitet e pandemisë, në të në bilan për legjohë, vitet e pandemisë, asme të një nuk kemi arsye që të bëjmë referencë, sepse shkurt në qartë në vitin 2000 sidomos, ne na është imponu një marrëdhënie shumë e butë me mbledhjen e taksave për shkak të pamundësisë të biznesit për të bërë në vit që ka qenë pothuajse zero. Rrugët që tashmë që flasim është palla e fituesit. Nuk ka kështu jo po si, jo po tek, sepse në fakt këto rrugë janë nominuar që në buxhetin e si vjetët, normalisht as lek sa kemi fut në buxhetin e si vjetët shpenzohen si vjetë, por 95% e buxhetit reflektohet në vitin që vjen 2026 dhe janë të gjitha rrugët që do futen në sistem. Që do të thotë që qyteti merr absolutisht pak a shumë një pamje tjetër bashkë, kuptohet kjo duke shku mbrapa sistemit të kanaleve të ujërave të zeza dhe të ujërave të bardha që ka fillu tashmë. Ka fillu lagje qytetarit, ka fillu pas përborisë, sot ishte perspektivë shumë shpejt del në rrugë kryesore dhe do jetë thajnë një piknisje, një sëri e tëre ku ne do ta ndërtojmë pastaj qytetin, duke heq ujët e zeza, jo kam thënë dhe po ja them prapë. Ajo që ne kemi folë, ajo po ndodh prapë. Sistemimi i problematikës madhore të ujërave të zeza që nuk marrë vend se që kura është adresuar në Lezhë, ku di unë se në Çaviti, edhe problematikat e ujërave të shiut, ujërat të bardha që në fakt e vend në një situatë problematike Lezhën duke e bërë të përmbyshme për një orë shi, dhe unë nuk kam që me bëha, s'ku s'ka që me bëha, ne tashmë e besoj se e zarojmë këtë histori me stacion të pompa që do bëhet aty që mendohet se jo vetëm që Lezhë s'do përmbytet, po mendohet që do përdoret në eficiencë të plot apo s'do përdoret. Pra ne heqim dy element si janë njolla për zhvillimin e korrekt ose normal të jetës në Lezhë, janë ujërat e zeza dhe ujërat e shiut. Sot, përveç lurës së cenit, ka filluar dhe rikualifikimi i kanalit të rruga Shtrausit, do vishet kanali komplet, aty ne do ndërtojmë një urë punësore për kalimin e banorëve nga lagji për në Lezhë. Ne do të kërkojmë ndihmën e një konsulence nga më të mirat që mund gjejmë në treg, që të na bëjë një studim të rëndësishëm të transportit. Ka ardhur koha që vitin tjetër ne ta mbyllim këtë histori dhe
bëmi gati për të shpallë publikisht thirrjet për konkurim. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se nëse do nisemi këtu e deri në shkullën Shëngjin, një kompani X do ta fitojë dhe do ketë kushte. Çfarë mjetësh do ketë? Çfarë viti do të ketë? Sa mjetë do ketë? Në çfarë orari do shkojë? Sa do jetë bileta? Gjithë ne do i rregullojmë, kuptohet, me vendim të Këshillit Bashkiak, se ne nuk mund t'i shpikojmë vetë, por do t'i vendosim pik për pik kriteret, do t'i miratojmë dhe nuk mund të ecim as edhe një minutë më. Janë mbyll, besoj këto ditë shpallet fituesi i prokurimit, normalisht efektet do t'i japë vitin tjetër se kështu shkoj kjo punë, studim pas studimi, gjëve se dhe këto kanë ndallat e veta, po të më qëshim mua dhe bëshim që në fillim vitit, po ka një seri kërkesash kjo puna e Varrezave që me zja kemi dalë në krye. Jo toka, pastaj jo kjo, jo ajo. Megjithatë, përfundimisht ne fillojmë Varrezat e reja të qytetit, ndërkohë që në planin afatgjat, ndoshta kur tham afatgjat për tek vitit 2026, ne do ulemi edhe me Këshillin dhe do mendojmë për 2 Varreza të tjera publike, një që ka zonën e Zadrinës sipër bashkë në Ballëre. Me njësinë e Ballërin 4 njësi sipër dhe një që ka 3 njësi poshtë, Shënkoll, Zemen dhe Korçë. Më mund të diskutojmë. Përshëndetje të nderuar anëtarë të lejtë të Këshillit Bashkiak, nderuar zotë kryetari i bashkisë, staf i institucionit bashkisë, por edhe qytetarë. Unë e vlerësoj faktin që sot po zhvillohet kjo dëgjesë publike, ndoshta për hir të vërtetës ndaj mendimin që këto konsultime në prag të miratimin për buxhetit për vitin 2026 dhe 3 vite e ardhshme duhet dhe mos të zhvilloheshin në çdo njësi administrative për t'i dhënë rëndësinë e duhur banorëve të secilës njësi, duke shtuar me faktin që Lezhë është një bashki me zhvillim shumë amshëm. Edhe për këtë arsye duhet japim rëndësinë e duhur zhvillimit të secilës zonë. Megjithatë, përveçsisht kësaj, ajo që për mua ka rëndësi është se premtohet Për kemi po? Kemi qartë, se unë gjithmonë dje kanë qenë 500 vetë nga 3 njësi Shënkoll, 500 vetë kanë marrë pjesë. Mirë, që kjo pozita e zaroj vetën.